Pranvera ka rikthyer gjallërinë në parkun kombëtar të Butrindit duke e shndërruar atë në një nga destinacionet më tërheqëse për vizitorët të vendas dhe të huaj. Natyrës i është kthyer freskia, gjelbërimi dhe ngjyrat e shumta, ndërsa rënojat antike marrin një pamje edhe më magjepse se në dritën e kësaj stine. Me përmirësimin e motit parku po mirëpret një numër të lartë turistësh që zgjedhin të eksplorojnë historinë dhe bukuritë natyrore që ofron kjo pasuri e trashëgimisë botërore. E vizituam parkun sepse është një thesar kombëtar, është një siti trashëgimisë së UNESCO-s. Gjithashtu rënojat janë shumë mirë të ruajtura. Na pëlqen fakti që janë ende në gjendje shumë të mirë. Po ashtu ka edhe natyrë të mrekullueshme. Disa nga paqet këtu janë më mirë të ruajtura se sa të Mbretërisë së Bashkuar, sepse moti në Mbretërinë e Bashkuar është më i keq dhe këto struktura gëryen më shpejt. Kur udhëton në një vend, je kurioz, dëshiron të mësosh më shumë për të, ta eksplorosh dhe ta shohësh vetë. Është hera e parë në Shqipëri dhe hera e parë në këtë park. Unë zakonisht bëj fotografi të tabelave dhe pastaj i kërkoj më vonë dhe i studioj pak. Ka shumë informacion për të përfituar nga ato. Vizitorët shijojnë shëtitjet mes monumenteve të lashta dhe liçenit, duke krijuar një përvojë të veçantë mes kulturës dhe natyrës. Është hera jone e dytë në Shqipëri, por hera e parë në pjesën jugore të Shqipërisë. Në fakt, kjo është pjesa më e bukur ku kemi qenë ndonjëherë. Është shumë mirë e ruajtur. Gjithashtu, moti është fantastik. Ne i inkurajojmë të gjithë të vinë këtu. Është një vend që duhet parë patjetër. Gjithçka që kemi lexuar në internet dhe në faqe të ndryshme është e vërtetë. Dhe këtu mund të shohësh histori shumë të bukura antike. We are quite familiar. The park was very beautiful. Parku ishte shumë i bukur dhe peizazhi, madje edhe uji brenda parkut ishte shumë i bukur. Mendoj se kushdo që viziton Shqipërinë duhet të vijë këtu. Ne nuk kemi parqe të tilla me histori antike, por kemi gjithashtu shumë vende të bukura, veçanërisht kur bëhet fjalë për natyrën. Prandaj inkurajojmë të gjithë edhe nga Shqipëria të vizitojnë Poloninë. Albania to come to Poland. Rritja e fluksit të turistëve gjatë pranverës konsiderohet një sinjal pozitiv për turizmin në zonë. Autoritetet dhe operatorët turistik po angazhohen për të ofruar shërbime sa më cilësore, duke e bërë parkun kombëtar të Butrindit një destinacion gjithnjë më të preferuar për të gjithë ata që kërkojnë të zbulojnë historinë dhe bukurinë natyrore të Shqipërisë.